Vllaznia ka nisur me fitore aventure në raundin e parë kualifikues të Conference League, duke mposhtur 2-1 Marishevën në stadiumin Loro Boriçi. Skuadra shkodrane përmbysi dizavantazhin dhe siguroi një avantazh të vlefshëm për ndeshjen e kthimit. Takimi nisi në mënyrë më të keqe për kuqeblut, që në minutën e 3 Gjylani kaloi në avantazh Marishevën, duke shënuar direkt nga goditja këndi dhe duke surprizuar mbrojtjen vendase. Vllaznia reagoi gradualisht dhe e barazoi në minutën e 37. Çato realizoi një Eurogol duke rikthyer ekuilibrin dhe entuziazmin në Loro Boriçi. Me rezultatin 1-1 u mbyll edhe pjesa parë. Momenti vendimtar i sfidës erdhi në minutën e 55, kur Skovgardi Marishevës u ndëshkua me karton të kuq pas një ndërhyrje të rrezikshme. Vetëm një minutë më pas, Musta përfitoi nga goditja dënimi dhe realizoi një gol të bukur, duke përmbysur rezultatin në favor të vllaznisë. Në minutat e mbetura, Marisheva provoi të rikthehej në lojë, por nuk arriti të konkretizonte rastet e krijuara. Portieri Juka ishte vendimtar me disa pritje spektakolare, duke ruajtur epërsinë e skuadrës shkodrane deri në vërshëllimin e fundit. Me këtë fitore 2-1, vllaznia shkon më me shumë besim në ndeshjen e kthimit, e cila do të zhvillohet më 15 korrik, ku do të synojë kualifikimin në turin e dytë të Conference League. Emocionet e sfidës erdhen drejt për drejt në ekranin e radio televizionit publik shqiptar.